pyetjet dhe kohën do ta kemi me kronometër, që asnjëri kandidat mos ketë pretendimet e veta. Kam sonte Juli Dhamën nga Partia Socialiste, Juli Mbrëma. Julinda Dhame. Julinda Dhame, mirë mbrëma. E mbrëma, faleminderit. Etjen Gjafaj, Etjen Mbrëma. Mbrëma. Ilda Zhulali, Ilda Mbrëma. Mbrëma. Ilia Lemeti, doktor Mbrëma. Mbrëma. Do ta fillojmë me mazhorancën. Zotë Gjafaj, po e filloj me ju. Patjetër. 3 mandate në pushtet. Pse i duhet Shqipërisë një mandat i 4 me kryeministër Edi Rama? Unë mendoj Koha? Sa është koha, më fat, po. 3 minuta është, fillojmë. Unë mendoj që i duhet për të vijuar këtë rrugë që ka nisur në vitin 2013, e cila ka sjell një impakt tërësisht pozitiv tek ekonomia, sigurisht pa evituar për të folur që ka dhe problematika, por që ka përfishuar të ardhurat për frym, që ka 2.6 herë shumëzuar rrogat dhe pagat mesatare, që ka rritur ekonominë dhe produktin e brendshëm bruto me 2.7 herë, dhe që tani me këtë mandat, me hapjen e negociatave që nga muaji tetor vijon rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, drejt atij që është në fakt aspirata dhe ambicia e të gjithë shqiptarëve. Unë besoj që është bërë punë, nuk po themi në asnjë moment që nuk ka pasur të probleme, nuk po themi në asnjë moment që nuk ka pasur problematika, por besoj që shumica e shqiptarëve do të vlerësojnë mes dy alternativave qeverisëse në radhë të parë. Dhe kjo besoj që tregohet fare mirë nga listat, qoftë ato të mbyllura, qoftë ato të hapura dhe krahasimi i këtyre mes dy palëve. Ku nga njëra anë vihet me frymën e projekteve, të punëve, të një transformimi i cili e ka sjellë Shqipërinë nga vagoni i fundit në vagonin e parë për Bashkimin Evropian, që ka krijuar 3 sektorë zhvillimor kryesor siç janë turizmi, inovacioni dhe energjia, dhe që ka hapur një dritare të re dhe një mundësi për të përfituar nga një rrethan edhe gjeopolitike dhe gjeostrategjike, por që nuk do të kishte ardhur nëse Shqipëria nuk do të kishte ngritur rrënjësisht atë që është roli i saj në politikën e jashtme, dhe sigurisht pastaj mendoj që nga ndryshimi që ne po shohim që nga qendrat e qyteteve të vogla dhe deri tek qendrat e mëdha të zhvillimit në Bregdet, kalimi nga 1 milion në 12 milion turistë siç ka qenë vitin e kaluar, dhe zhvillimi i projekteve të mëdha të cilët po japin efektet e tyre si ato gurët kur bie në ujë, pra efektet zinxhir, dhe që po krijojnë gjithmonë edhe më tepër një zinxhir vlere në të cilin kërkohet gjithmonë edhe më tepër zhvillim, kërkohet edhe më tepër punësim. Partia Socialiste në asnjë rast nuk e ka lënë Shqipërinë me rritje ekonomike negative, por në çdo rast është përpjekur jo vetëm ta zhvillojë këtë, por edhe ta shpërndajë këtë. Dhe si arritet kjo? Nëpërmjet taksimit progresiv. Asaj që nga viti 2013 ka përjashtuar nga taksimi mbi 98.000 biznese, dhe asaj që i ka rritur taksat progresive atyre që përdorin më shumë, si infrastrukturën rrugore, ashtu edhe pastaj tatimi mbi të ardhurat, i cili patjetër që nuk është shumë optimist, nga ata njerëz të cilët duhet paguajnë më tepër, por i cili favorizon në mënyrë të dukshme të gjithë shqiptarët që kanë pasur nivelet mesatare dhe minimale të të ardhurave. Unë mendoj që duhet vazhdojmë luftën kundër informalitetit, duhet vazhdojmë angazhimin dhe marrë. Doktor Ali Mehmeti, pse nuk i duhet Shqipërisë një mandat i 4 Tiranës? Koha? Po. Në radhë parë, fillojmë. Në radhë parë ne duhet kemi parasysh patjetër plagët që janë shkaktuar këtij vendi, arsyet pse shqiptarët ikin. Kemi shpopullim masiv për shkak se këtu në Shqipëri është de facto shkatruar shpresa e gjithë atyre shqiptarëve që janë detyruar të largohen. Kemi rënje të numrit lindjeve, dhe kjo tregon se si familja nuk është mbështetur dhe si të rinjt nuk mbështeten për të parë jetën e tyre, për të krijuar familjet e tyre këtu. Kemi parë se si mosha e tretë nuk është trajtuar ashtu siç duhet, dhe duke mbetur dhe vetëm tashti sepse i shkon emigracion rinia, atëherë ka probleme të shumëfishta. Kemi parë se si ekonomia është zaptuar në duart e pak njerëzve, dhe gjithë ai diskutimi i rritjes ekonomike, që në fakt nuk është edhe ky konkret dhe real, është në pak duar dhe nuk shpërndahet dot në njerëz, dhe se si janë shkretuar një numër i madh zonash rurale që
qyteza është vogla, Tirana ishte vendi i fundit ku njerëzit vazhdonin vinin, po dhe këtu tashti kemi vënë re stagnacion dhe Tirana ka gjetur atë bllokimin e vet dhe rritjen e moshës mesatare, që do të thotë njëkohësisht kjo popullata jon po plaket me shpejtësi, duke drejtuar pas syt drejt asaj që quhet vetëm një shoqëri që nuk më prodhon më asgjë, po që bjerr veten e vet. Nga krahu tjetër çfarë kemi vënë re? Një përplasje me sektorin privat, ku kemi vënë re që ka problematika të mëdha në personel, se nga krahu tjetër ky shtet ka ecur vetëm me parimin e rrogave të ulta në administratë, ndërkohë që bie popullata me 14%, administrata dyfishohet. Ku është sensi i kësaj? Sensi i kësaj është që të bëjmë sikur jemi mirë, të japim disa rroga minimale dhe të mendohet se kështu mund të ecet përpara. Jo, ne jemi për fuqizimin e biznesit, që të punësohen njerëzit në biznes dhe të shkojmë drejt një qeverie të vogël dhe eficiente që na lehtëson neve dhe taksat gjithë si shoqëri për të ringritur shpresën ne këtu ku jemi. Dhe kusht kyç brenda 100 vite, 100 ditëve Partia Demokratike ka premtuar të caktojë minimumin jetik 200 euro. Minimum jetik i cili as nuk është diskutuar ndonjëherë në të gjithë këto vite e qeverisje nga Partia Socialiste dhe sot e kësaj dite nuk e kanë absolutisht as në programin e bërë kështu copy-paste nga Partia Demokratike. Diskutimi tek ne është që ky minimum jetik është 200 euro, ndërkohë që refuzohet nga ana e Partisë Socialiste, pra nuk kanë mend ta bëjmë. Që do të thotë, asnjë pension s'do të jetë në 200 euro, asnjë ndihmë ekonomike s'do të jetë në 200 euro, asnjë lloj të ardhur për çdo familje nevojë s'do jetë në 200 euro. Dhe kjo është ndihmë direkte për popullatën dhe kjo për ne bëhet direkt brenda 100 ditëve të para. Nëse qëndrojmë tek Partia Socialiste, do vëmë re një diçka që e refuzojnë komplet konceptin e minimumit jetik. Koha. Adame, pse i duhet Shqipërisë një mandat i 4 i Partisë Socialiste? Qeveria shqiptare, e udhëhequr nga kryeministri Edi Rama, ka kryer disa reforma, dhe ne nuk nisemi nga viti zero, po nisemi nga disa reforma të kryera me sukses, siç është reforma e pensioneve.